5 gjëra të pafajshme që hapin dyert për frymat e ligjshme në shtëpinë tënde, këshilla nga Shën Teresa e Vilës. Mirë se vini në këtë video, miq të dashur. Sot do të flasim për diçka që prek çdo familje, si disa gjëra të pafajshme në shtëpinë tonë mund të hapin dyert për frymat e ligjshme. Kjo vjen nga vizionet dhe këshillat e Shën Teresës së Vilës, shenjtore spanjolle mistike e shekullit të 16, e cila luftoi demonët me lutje dhe disiplinë. Ajo pas se si demoni hyn jo me forcë, por me dinakëri, përmes objekteve dhe zakoneve që duken të parëndësishme. Në këtë video do të shqyrtojmë 5 gjëra ose zakone që duken të pafajshme, por që sipas Shën Teresës hapin porta për energji negative në shtëpitë tona. Pastaj do të ndajmë një ritual purifikimi në 7 hapa, të bazuar në praktikat e saj. Kjo nuk është supersticion, është mbrojtje shpirtërore për familjen tuaj. Le të fillojmë menjëherë, pa humbur kohë. Imagjinoni se Shën Teresa po flet drejt për drejt me ju, siç bënte me novicat e saj në manastirin e Vilës. Pika 1. Spektarët në dhomën e gjumit. Pika e parë. Spektarët në dhomën e gjumit, veçanërisht ata përballë shtratit. Shën Teresa i shihte këta spektarë si portale të vërteta gjatë natës. Kur ne flejmë, shpirti ynë është më i brisht, larg nga vigjilenca e ditës. Ajo besonte se imazhet e reflektuara në errësirë mund të tërheqin prezencat e errëta, duke krijuar ëndra të këqija ose ndërhyrje demonike. Në manastirin e saj, një novicë e re vuante nga maktet e përsëritura, ëndra ku duar të zeza e tërhiqnin poshtë. Shën Teresa u urdhëroi të mbulonte spektarin me një pëlhur të bardhë dhe të recitonte Psalmin 91 para gjumit, ti që banon në strehën e të plotfuqishmit. Pas kësaj, makthat u zhdukën brenda natës. Sot, në shtëpitë tona moderne, spektarët e mëdhenj në dollapët e veshjeve ose muret përballë shtratit bëjnë të njëjtën gjë. Ato reflektojnë jo vetëm fytyrën tuaj, por edhe ankthin tuaj të fshehur. Këshilla e saj e thjeshtë, hiqini ose mbulojini ato plotësisht. Vendosni një kryq të vogël ose një figurë të Virgjëreshës Maria në vendin e tyre. Kjo nuk është frikë, është mençuri. Mendoni për fëmijët tuaj, sa herë i keni parë të zgjohen të frikësuar nga hijet në spektar? Largojini tani dhe do të ndjeni një paqe të re në shtëpi. Pika 2. Objektet e dhuruara nga njerëz që të duan të keqen. Pika e dytë. Objektet e dhuruar nga njerëz që të duan keq ose që mbartin zili. Nuk është objekti vetë, një vazh lulesh, një libër apo madje një rozar, por qëllimi i errët pas tij. Shën Teresa mësonte se zilja është një farë demonike, ajo kalon përmes dhuratave si një urë e padukshme. Në kohën e saj, gratë në fshatra dhuronin gjëra me sy të keq, duke mbjellë mosmarrëveshje familjare. Ajo vetë kishte një rast, një motër në manastir mori një qepes nga një vizitore ziliptare. Papritur, grindjet shpërthyen mes novicave. Kur Shën Teresa e dinte burimin, urdhëroi djegjen e qepes në zjarr dhe lutjen e një novene për mbrojtje. Zilja u zhduk dhe uniteti u rikthye. Sot mendoni për dhuratat nga ish partner, koleg rival ose familjar që flasin pas shpine. Edhe nëse janë fetare, si një statuje shenjtë, ato mund të mbartin resentiment. Si ti trajtoni? Mos i hidhni thjesht, djegini ose thyeni me lutje, duke thënë, Zot, pastroje këtë nga çdo errësirë. Mos i rregulloni apo i jepni të tjerëve, demoni mund të kalojë më tej. Kjo është një mbrojtje e fuqishme, provojeni dhe do të ndjeni lehtësimin në marrëdhëniet tuaja familjare. Pika 3. Imazhet ose statujat e shenjta të pabenizuara ose nga burime të dyshimta. Pika e 3. Imazhet ose statujat e shenjta që nuk janë benizuar ose janë blerë nga vende të dyshimta. Shën Teresa theksonte se edhe gjërat e shenjta mund të fshehin ndikime demonike nëse nuk janë të pastërta. Në vizionet e saj, ajo pa demon që fshiheshin pas statujash të pabenizuara, duke mashtruar besimtarët. Ajo këshillonte të blinin vetëm nga dyqane katolike të besueshme dhe të benizonin gjithçka me një prift. Në manastirin e saj, një statuje zojës së padhelpshme, bler nga një tregtar i dyshimt, shkaktonte konfuzion në lutje, gratë ndiheshin të rënda shpirtërisht. Pas benizimit dhe një procesioni me këngë mariane, statuja u bë burim bekimesh. Sot, me internetin, shumë blejnë nga faqe esoterike ose dyqane në agje që shesin objekte shpirtërore pa benizim. Edhe një pikturë e Krishtit nga një artist i panjohur mund të ketë energji të ngatëruara. Veprimi i menjëhershëm, merrini të një prift për benizim duke recituar, në emër të Atit, të Birit dhe të Shpirtit të Shenjtë. Nëse dyshoni burimin, zëvendësojeni. Kjo siguron që shtëpia juaj të jetë e mbushur vetëm me dritë hyjnore, jo me hije të maskuara. Pika 4. Objektet e lidhura me një të kaluar pekaminor ose marrëdhënie toksike. Pika e 4. Objektet e lidhura me një të kaluar pekaminor ose marrëdhënie toksike. Shën Teresa besonte se çdo gjë, letra dashurie, rroba, bishuteri apo foto, që na lidh shpirtërisht me mëkate si adulter, varësi apo marrëdhënie jashtëmartesore, duhet të shkatërohet plotësisht. Ato nuk janë thjesht kujtime, janë lidhje shpirtërore që demoni i përdor për të tërhequr prapa.
Në jetën e saj, ajo vetë dogji ditare të vjetra nga rinja e saj e trazuar, duke thënë, demoni nuk haron, por ne mund ta prishim lidhjen. Një novicë e saj, e lidhur me një dashuri të mëparshme, vuante nga fantazmat emocionale. Pas djegjes së letrave dhe një konfesioni, ajo gjeti liri të vërtetë. Sot, mos mbani fotot e ishlidhjeve, unazat e fesave të dënuara apo veshjet e netëve të mëkateve. Edhe diçka e pafajshme si një libër i lexuar gjatë varësisë mund të jetë një pengesë. Djegini ose thyini me një lutje akt repentimi, Zoti, falem dhe pastroje këtë. Mos i shisni apo jepni, demoni mund të gjejë një strehë të re. Kjo hap rrugën për një të ardhme të pastër dhe çanërisht për prindërit që duan të mbrojnë fëmijët nga trashëgimia shpirtërore. Pika 5. Teknologjia dhe ekranet në dhomën e gjumit përdorur për përmbajtje të ndotura. Pika e 5. Teknologjia dhe ekranet në dhomën e gjumit të përdorura për përmbajtje të ndotura. Shën Teresa, përmes vizioneve profetike, parashikoi se demoni do të hynte në shtëpi jo nga dyert, por nga dritare që njerëzit do t'i hapnin vullnetarisht duke i interpretuar si ekrane kompjuterike, celular apo TV që shohin pornografi ose përmbajtje të ndotura. Në kohën e saj, ajo fliste për sytë e errët në libra të ndaluar. Sot, kjo është e qartë me internetin. Ajo këshillonte, mbyllni dritaret e shpirtit para gjumit. Një motër e saj, e tërhequr nga libra, romane, vuante nga tundime natën. Pas heqjes së tyre dhe një rregulli pa dritë pas perëndimit të diellit, paqja u rikthye. Sot, celularët në shtrat hapin porta për varësi digjitale, duke ftuar demonët modern të epshit. Fëmijët tuaj mund të jenë të ekspozuar pa e ditur. Largojini ekranet nga dhoma e gjumit, vendosini në një zonë të përbashkët. Vendosni një orë lutjeje para gjumit, engjëlli i kujdesit, ruaje familjen time. Kjo jo vetëm mbron, por forcon lidhjet familjare, duke e bërë shtëpinë si një fortesë shpirtërore. Rituali i purifikimit në 7 hapa. Tani, le të kalojmë te rituali i purifikimit në 7 hapa, siç këshillonte Shën Teresa. Ky nuk është ritual magjik, është një veprim i fuqishëm me sakramentet dhe lutjen. Hapi 1. Konfesioni sakramental. Së pari, purifikoni veten. Shkoni në konfesion me një prift duke rrëfyer sinqerisht mëkatet tuaja. Shën Teresa thoshte, pa një shpirt të pastër, shtëpia mbetet e ndotur. Kjo hapi zemrën tuaj për hirin e Zotit. Hapi 2. Heqja fizike e objekteve. Hiqni me vendosmëri të gjitha objektet e dëmshme. Djegini ose shkatërroni plotësisht pa sentimentalizëm. Mos i hidhni thjesht, thoni një lutje mbi to, demon, largohesh nga kjo në emër të Krishtit. Hapi 3. Agjërimi për një ditë. Agjëroni një ditë, madje vetëm me bukë dhe ujë, gjatë purifikimit. Kjo jep forcë shpirtërore dhe tregon angazhimin tuaj ndaj Zotit. Shën Teresa agjëronte për të luftuar tundimet. Hapi 4. Aspersioni me ujë të benizuar. Merrni ujë të benizuar dhe spërkatni çdo cep, dollap dhe dhomë, veçanërisht vendet ku ishin objektet. Recitoni, Zot, pastroje këtë shtëpi nga çdo e keqe. Hapi 5. Entronizimi i zemrës së shenjtë. Vendosni një imazh të benizuar të zemrës së shenjtë të Jezu Krishtit në pikën kryesore të shtëpisë. Recitoni një lutje entronizimi, Jezu Krisht, mbreti i kësaj shtëpie dhe Maria, mbretëresh e saj, mbusheni me paqen tuaj. Hapi 6. Vëzhgimi i vazhdueshëm. Demoni do të provojë të kthehet. Mbani vëzhgim me rozar të përditshëm familjar, konfesione të shpeshta dhe kujdes për të mos futur gjëra të reja të dëmshme. Hapi 7. Dëshmia. Ndajeni çlirimin tuaj me të tjerët, tregojeni si ndryshoi jeta juaj. Kjo ndihmon të tjerët të gjejnë liri. Përfundim. Në fund, Shën Teresa theksonte se mrekullia më e madhe është transformimi i shpirtit tuaj. Mos prisni, veproni sot. Abonohuni për më shumë këshilla shpirtërore, pëlqeni dhe komentoni nëse do të provoni këtë ritual. Zoti ju bekoft dhe Shën Teresa ju shoqëroj. Faleminderit për kohën tuaj dhe për shikimin.